Realisht, këtë situatë nuk e ka para po askush, të gjithë kanë qenë në mendimin se problemet mund të lindin të pika për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ku për herë të parë shkohet në një seancë konstituive pa një koalicion, pa një emër për kryetar, dhe kjo është risi për parlamentarizmin në Kosovë, në kuptimin risi që dhe shkohet pa një marrëveshje paraprake për krimin do të thonë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, i cili hap rrugë për krimin e institucioneve dhe dikasterëve të tjera të brendshme, qoftë brenda kuvendit dhe themelimit të qeverisë. Presidentja në këtë rast nuk ka çka të bëjë, dhe kjo mbetet në kompetencë të kuvendit dhe kryesuesit, që brenda 48 ore pra të ftoj seancën tjetër që të vazhdohet dhe të procedohet me rendin e ditës. Po mund të themi te faji kush ashtu është prit që sidomos partia që ka fituar zgjedhjet të luajë në mënyra të ndryshme, në mënyrë që të merr kohë që të arrini këtë marrëveshje me parti tjera, që të ketë vota dhe të ecë me tutje si për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ashtu edhe të qeverisë e Republikës së Kosovës. Por është interesant që opozita kapi një element të dorëheqjes, të cilën ne si IKD dhe sot kemi lëshuar një komunikat për media, po kemi interpretuar edhe më herët, dhe është thënë se qeveria duhet të ofrojë, domethënë aktorët e qeverisë, kryeministri dhe ministrat, të cilët janë të certifikuar si deputet, duhet të ofrojnë dorëheqje pas betimit apo në një formë nëse është mundur paralelisht me betimin si deputet. Dhe në këtë rast në një letër që tip njoftimi që u publikua sot, ka lojë fjalësh në një formë nga kryeministri, ku thot ne jemi veç se të dorëhequr nga momenti që kemi pozicionin e qeverisë në detyrë. Jo, sepse as ligji për qeverinë nuk e parashet që ka dorëheqje të qeveria në detyrë. Je i dorëhequr nëse është shpërnda kuvendi, nëse kryeministri ka ofruar dorëheqje apo tjerë, domethënë. Në këtë rast është obligim dhe ka qenë obligim në mënyrë decisive që kryeministri dhe ministrat, të cilët janë zgjedhur deputet, ta bëjnë këta në mënyrë formale, pas betimit apo në një formë paralelisht. Dhe në asnjë mënyrë këta nuk guxojnë në momentin e betimit që të jenë më pjesë e kësaj qeverisë, dhe këto pozitat e tyre duhet të ushtruan nga zavancit e tyre. Përjashtimisht ndodh në raste ku ndonjë ministër i një dikasteri të caktuar, i cili nuk është zgjedhur deputet, ai mund ta ushtrojë këtë detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Kem rastin Saadiun të Liburna Leut, ministrit të infrastrukturës, kështu që ne kemi ditë të gjithë se tentohet që të merret kohë që të ketë rezultate në marrëveshje. Po ashtu edhe opozita, domethënë opozita nuk është e gatshme, edhe pse nuk e gatshme që të ecë me tutje, sepse as ata nuk e kanë një marrëveshje që të presin. Nëse nuk arrin qeveria parë, siç është vetëvendosja të kryejë qeverinë, të presidenti aty ofron të drejtën e mandatimit tyre, dhe jemi në situatë ku jemi sot. Po, dhe zotri Kolaj, edhe zonja Haxhiu tha se në mes të 23 marsit, 27 marsit, kur është certifikuar rezultati i zgjedhjeve, ata secili veç e kanë bërë një lloj njoftimi te KQZ-ja se kur të vije koha, pra kur të ndodh konstituimi i kuvendit, ata do t'i mbajnë pozitat e deputetëve. Ligjërisht, a pranohet kjo dhe apo i bie se edhe certifikimi ka ndodhur duke u flyer ligje? Ne kemi thënë se nuk ka nevojë se ka pas interpretime nga partitë opozitare që me certifikimin e zgjedhjeve ata nuk kanë drejtë të ushtrojnë. Jo. Edhe pse ligji për qeverinë nuk është fort i qartë, ne si IKD kemi theksuar vazhdimisht se në frymën e funksionimit të institucioneve, dispozitat kushtetuese dhe ligjore në këtë situatë duhet të interpretohen në atë mënyrë që anëtarët e qeverisë duhet të japin dorëheqje në momentin e betimit. Andaj këta duhet gjithsesi kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministrat të cilët janë zgjedhur deputet në momentin e betimit, dhe duhet të njoftojnë organet kompetente brenda kuvendit
për dorëheqjet e tyre dhe ata më nuk kanë të drejtë të shkojnë në ekzekutim në zyrët e tyre, po ata duhet ta ushtrojnë deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga zavendësit e tyre. Siç thash më herët përjashtimisht ku ndonjë ministër besoj nuk është i zgjedhur si deputet.